إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Vazhdojmë me kapitullin e 9 të librit Dispozita të gjenazës të Sheikh Albanit rahimahullah. Kapitulli 9 e ka emërtu Thana'u nasi alel mejit, lavdrimi i njerëzve për të vdekurin. Pra e lavdrojnë njerëzit të vdekurin. Pika 26, përmendja, lavdrimi e të vdekurit prej një grupi të njerëzve, të besimtarve, të devotshëm, minimumi 2 vetë, prej atyre të cilët e njohin, qofshin kojshi, qoftë të afërm, qoftë ndonjë koleg, po kanë kontakt, e njohin mirë, atëherë atina me lejet Allahut, me mëshirë Allahut i bëhet obligim xheneti. Për këto argument e kem hadithet, shumë hadithe për mutawatir, Buhariu, Muslimi, Nesaiu, Tirmidhiu, Ibn Majah, Hakimi, Tayalisiu, Ahmedi, një tjetër transmetim edhe Ebu Dawud e tjerë, pra hadith mutawatir, pa kur far dyshimi hadith i vërtet, ku thot Enes radhiyallahu anhu, murre ale nebi sallallahu alaihi wasallam bi jenazetin fa ethna alejha khajren. Kaloj një gjenaze, kanë qenë këta një grup me pejgamberin alaihi salatu wassalam, u të tabaat elsinu bil khajr. Dikush e ka përmend me të mirë, për mirësi, dhe kanë thonë fe qalu kana ma alimna, kanë thonë aq çka dimna, sa dimna, yuhibbullahu wa rasule, e ka deshur Allahun edhe të dërguarin. Pra njerëzit e kanë lavdru, e kanë përmend për vepra të mira, për njerëz të mirë, për besimtar të mirë. Fe qali nebiu sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajabat. U bo obligim, u bo obligim, u bo obligim. 3 herë. Umur bi janazatin fa uthna alejha sharran وتتعبت ألسن لها بالشر فقالوا بئس المرء كان في دين الله. Kalojnë i tjetër gjenaze e dytash, edhe përmendën e cekën si njeri të keq, edhe po flasin njerëzit sa person i keq në fetë të ti, ka qenë kë. Fekali Nebiullahi sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajabat. Tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam, u bo obligim, u bo obligim, u bo obligim. Fjallë të njëjta, edhe për të mirën, edhe për të keqen. Fekale Umar radhiyallahu anhu tha, fedan leke ebi wa ummi ya Rasulallah. Murre bi jenazetin fe uthni alejha khajren, fe kulte wajabat, wajabat, wajabat. Wa murre bi jenazetin fe uthni alejha sharren, fe kulte wajabat, wajabat, wajabat. Për ty, kur ban qofshin baba dhe nana, o ti pejgamber. Janë çudit. Fjalë të njëjta për të mirën, për të keqen. Kaloj në gjenazë e mire, përmendën për vepër mirë, për besimtar, ti the u bo obligim, obligim, obligim. Pa kundërt atash, person i keq, në fe i keq, po prap ti the u bo obligim, u bo obligim, obligim. Pas po kuptojnë. Tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam, men ethnejtum alejhi khajren wajabat lehu al-janna. Atë të cilën e përmendet ju me të mirë, ju bo obligim xheneti atij. Men ethnejtum alejhi sharran wajabat lehu an-nar. Allah na ruaj. Atë të cilën e përmendet se vepër keq, si person të keq në fetë të tij, atij u bo obligim zjarri i xhenemit. Për shkak të obligim, obligim, obligim. Që të dytë, mirë po, dallimi i madh, për të parë në bo obligim xheneti, për dytin u bo obligim xhenemi, Allah na ruaj.
El melaiketu shuhada'u Allah fis sama wa antum shuhada'u Allah fil ard. Melaqet janë dëshmitar të Allahut në qiell, ndërsa ju jeni dëshmitar të Allahut në tokë. Allahu din gjithçka. Antum shuhada'u Allah fil ard, antum shuhada'u Allah fil ard. Trinjë ka përsit. Ju jeni dëshmitar të Allahut në tokë, ju jeni dëshmitar të Allahut në tokë. Në një tjetër transmetim, wal mu'minun shuhada'u Allah fil ard. Vënë se me thonë, jo ka thonë besimtar, mu'min, gjithë po e ceku, e ka psehin, qëllimin, shkakun e vetë, pse ka thonë el mu'min, nuk ka thonë muslim. Pra nuk vlen për muslim. Me këto çka kuptojmë? Nuk do të thotë se ju bo obligim xheneti nëse çdo njeri e lavdron. Gjithkush. Mu'min. Ai për vetë duhet me koni devotshëm, jo për fatke çka po ndodh. Nuk e nje e lavdron, po alo ma keq, e nje për të keq, bile shëllikohen, mos fal. Se poran, ka qenë kështu, anë realitet ai kriti kundërta. Inna lillahi, të transmetim, a kjo është Allahu Ekber. Inna lillahi melaiketen, tantiqu ala alsinati bani Adem bima fil mar'i min al-khayri wal-sharr. Allahu ka disa melaqe të cilat flasin me gjuhën e birit Ademit. Për atë se çka ka ai person i cili ka vdek, qoftë për hajr, qoftë për sharr. Por në ato momente kur flasin besimtarët sinqertë dhe devotshëm, dije se melaqja po flet me gjuhën e tij. Inna lillahi melaike tantiqu. Me vërtet ka një grup të melaqeve Allahu, të cilat flasin me gjuhën e birit të Ademit. Allahu Ekber ky hadith. Ose mak nuk lim për gjithë kanë. Se shpesh i po ju thon krejt raste të tjera kur është refuzon hajrin ose diçka, shejtani është të fol me gjuhën e tij. Alhamdulillah për shkak edhe melaqja flet me gjuhën e njeriu. Besimtar i sinqert, i devotshëm. Hadithi i dytë, Buhariu transmeton nga Abu al-Aswad ad-Dili, qal, po thot, erdha në Medinë, wa qad waqa'a biha marad, u përhap një pandemi, smundje. Wa hum yamutuna mautan dhari'an, me shpejtësi, po smut me nërë po vdes. Shumë shpejt po vdesin. Nuk po zgjat smundja. Fe gjelestu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ula afër Umerit radhiyallahu anhu. Kaloj me një gjenaze, fe uthna khajren, e u përmend për të mirë. Tha Umeri, wajibet. Kaloj edhe, fe kult, o ma wajibet ja emir al-mumin, e pyta, qka u bo obligim? Tha, kultu kema ka në bjerë s.a.s. Apë, ma herët e patëm transmitim, Omeri i cili e parashtroj pyetjen, tash ky tabin po e parashtron pyetjen Omerit. Thot, thash atë cilin e tha dhe i dërguar alayhis salam. Ejuma muslimin, tash këtu pak në tjetër transmitim. Çdo musliman, shahida lahu arba'atun bi khairin, edkhalu Allah al-janna. Për cilin e përmendin 4 vet të devotshëm për hajr për të mirë, Allah do ta fut në xhennet. Kulna i tham, wa thalatha, po për 3, qal wa thalatha, po edhe për 3. Kulna wa thnan, e për 2, qal wa thnan, thumma lam nas'aluhu fil wahid. Për një nuk e pyetëm. Por nëse përmendin 4 vet për të mirë, po tash këta të besueshëm duhet më. Allah e shpërblen me xhenet. Po 3 vete përmendin, po edhe për 3. 2, po edhe për 2. Për një, unë alim, nuk e pyetëm për një. Pra, minimum është, fillim çka tha Albani, spaku 2 vet duhet me qenë të cilët e lavdrojnë ato. Hadithi 3, ma min muslimin yamutu fa yashhadu lahu 4 min ahli abyati jiranihi. Nuk do që ndoni besimtar, ndoni musliman, e përmendin, që tash, po flet ma precis, 4 ahli abyatin min jiranihi, el ednejn,
që ata 4 vet ehli ebjat min gjiranihi el edna 4 koishi të afërt, jo koishi të lartë. Shtëpijat afër, ebjat, bejt shtëpi, ebjat shumës. 4 shtëpi të afërta, koishi të parë me thonë kushtimisht. Inhum la ya'lamuna illa khairan illa qala Allah qad qabiltu ilmakum fihi. Edhe përmenden për të mirë ato, edhe thonë nuk dim prej këtina vetëm se hajr, vetëm të mirë, nuk dim doni të keqe prej këtina, s'kena pasi koshit doni të keqe prej këtina. Allah po thot qad qabiltu qawlakum, jo pranua fjalën juve. Allah flet, por ata njerëz nuk e ndëgjojnë. Allah flet vazhdimisht. Nuk mundet me kon Zot ai i cili nuk flet. Kjo është vetia e Allahut. Kur I ka thy idhujt Ibrahimi alayhis salam, pedën e kalon të madhen edhe sakicën e kapshtetë I madhe. Kush I ka thy Zotën aton, kam pas shumë Zotna, ai I madhi. Po mendoj I madhi se me dimension më të mëdha e ka bo. Ai cili I ka bo këto skulpturat, këto figurat, ka qenë bash baba Ibrahimit. Po më tonë se me dimensione më I madh ato është Zot më I madh. E ka fshtet. Kush I ka thy këto, kush I shkatroi Zotën aton. Se mina feta nuk ka lehu Ibrahim, ndëgjum një djalë të ri. Gjithmonë Allah fene ka ndihmu me rini. Një djalë I ri, quhej I thojshin atina Ibrahim. Ai folt ke kundër Zotnave tonë. Logjikisht, pasi ai ke kundërshtar me fjalë, atëherë edhe ai I ka thy. Ai bone ti këto, jo mërë kjo I madhe këqyr, pyetni, nëse mundur me fol. Këta me zveti ku vendin, shkurt. Se në atë moment të tërheqet shejtani. Ju mungojnë arsyetimet, pse u tërheq shejtani. Në moment kur të bën njeriu mëkat, gabim, menherë sekond, zemra është indikatori. Është busulla e cila uzon. Menherë e ndini ftofsi edhe e merr vesh se është gabim, ka bu mëkat. Menherë moment mas 100 arsyetime I gjen, pse ju kryu shejtani. Në moment largohet shejtani. Inni beriu mink, thot shejton kur e shtin, le ma kefer. I thot bën kufër, kur bën kufër, largo inni beriu mink, inni khafullah rabbil alamin. Unë friksuam Zotit të gjithë botrave. Elen, atë moment kur të rriqet shejtani, elen, pa vezveset të ti, e shë gabimin, po më prap kthehet dhe ja gjon 100 arsyetime. Ajë se kur gjësosht. E këto e përmanda se thot, budal çka jemna, po qysh marrim ato për Zot, I cili nuk flet. Edhe politeistat, mushikt, e kanë ditë se Zoti flet. Pse e kanë bo, e kalon atë fylle qysh funksionon. Ajri, hynë në një vrim, del prej të vrim, edhe gjaksojna, shon një zo. Pastaj me gisht ai e zbukuron ato. Edhe vici kur e kanë bo, Ben Israel, kur ka shku në tur Musaja, çka kanë bo? Gojën të hapër edhe mrapa e kalon një vrim. Kur ka fryera, ka lëshu zo, pse Zoti duhet me folë, kjo logjikshme. Pra Allah flet, po nuk e ndëgjojmë. Sikur kur jemi në namaz, kur themi në namaz, elhamdulillah rabbil alamin, qala Allah, hamdani abdi. Allah thot, më lavdroj, më madhroj robi jam, më falenderoj. Allah flet, po na nuk e nim. Pa kur fal dyshimi se flet Allah. Edhe këtu kur e lavdrojnë 4 vet, për të cilët I kanë shtëpiat afër. Koshit parë kushtimisht. Allah te barek ve taala thot, qad qabiltu qawlakum, u pranua fjalën e juaj. E u qal ose bi shahada qabiltu bi shahadatikum. Pranova dëshminë e juaj. Nuk po më jafton me këto, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, edhe ja fal ato ju çka nuk dini. Ka mëkate, ju pa përmendim për të mirë, këti mëkatar,
Po Allah ja ka mbulu, njerëzit nuk e din, ato ja fali edhe ato çka ju nuk dini. Dhe thot Albani rahimullah, për këtyre 3 haditheve kuptojmë, edhe është argument, se kjo dëshmi nuk është specifike veçori e vetëm e sahabeve, por vlen për çdo kohë për besimtar, për mu'min, të cilët janë në rrugën e sahabeve, me iman, me dije edhe me sinqeritet, me besnikëri. E këto e ka potencu, thot edhe Ibn Hajar rahimullah në librin e tij Fathul Bari, pra komente i Buhariut. E dyta, çka po cek, çka po potencon Albani, thot këtë hadithin e tretë u përkufizu për 4 dëshmitar, 4 vetë që dëshmojnë. Në hadithin e dytë ke erdhët e 2. Për kësaj nuk kuptohet se ky hadith ka qenë para atina, ky i treti, që është përkufizu te 4. Pra vlen për punojmë, e pranojmë, edhe 2 vetë mjaftojmë, por ata duhet me kon të besueshëm. E për kësaj edhe nuk kuptohet, te nama nuk ka mirë, po ka disa vende, te na treva ato nuk ndodh këtu. Kur ja falin xhenazen, përmende me hajr, përmende me mirë, me të mirë, ose çfarë besimtari, çfarë njerë ka qenë te ju, thot i mirë, a nuk e nje? Ose din se u koni keq, thot i mirë, oran. As nuk kjo nuk ka bazë. Ose në Turqi, apo ja bani halal. Ja bona halal, 3 herë shten me përsërit. E po se asnjë nuk ka bazë në sunet e pejgamberit alayhis salam. Tash kur edhe këto duhet me potencu, kur po them në sunet, nuk do të thotë se o përhap ashtu o përhap me të madhe, nuk kanë vetëdijshëm njerëzit në përgjithësi. Kur e flet një fjalë nuk ka din kuptimin e nuk ka din qëllimin, përgjithësi në çështje fetare në veçantë. Kur thot sunet e ka për qëllim definicioni fjalës sunet në fik, në usuli fik, në bazat e fikut. Nëse një vepër e punon, ki shpërblime, nëse nuk e punon, nuk i dënim. Na po volim për diçka më të gjanë. E falim Yasin. Tash me thonë, ky sunet nuk ka vdek, ka sunet e vdekur atë që po thoj. Hala gjallë është si Yasin e falim 4 rekate. Edhe kjo është sunet. Nuk ka në Kur'an. Në sunet pejgamberit alayhis salam është sabon me fali 2, drekën e kindin Yasin 4, akshamin 3 rekate. Për sunet. Alhamdulillah këtë. Çash më thon s'ka vdek, mirë, sipas sunetit po punojmë. Po me desh ndrysh nuk bën, ky sunet është obligim. Pra duhet me dallu ka sunete të cilat janë obligim. Mjekra sunet, po obligim është. Nuk është sunet me njerë më dhojnë, sunet dhe me kënësel shonë mirë, po nëse nuk i mjekër, nuk i mëkat, po ki mëkat. A kuptuat? Edhe këtu tash, nuk janë të e bo me si pas sunetit. Pra si nuk e bo si pas sunetit, bidat ke bo, kjo është haram me ndalume. Ka morit e këto me pyt për mendne për të mirë, ose apeneni për njeri të mirë, po. Ose atje që thojnë, apo ja bëni halal, jo bëni një halal, ose apo ja bëni halal. Ngjashme. Pyetje ndryshme dhe kur të hapët dera bidatit, pastaj gjithkusht qet sipas vetit. Edhe është se ka unifikimin e umetit e bën suneti. Bidati bën përçarjen. Çdo vend e ka atë traditën e vet, atë bidatin e vet. Ai bën ashtu, ai bën ashtu, ai bën ashtu. Pika tjetër me radhë thot, nëse qëllon vdekja e ndokujt, ditën kur ndodh eklipsi qoftë i hanës, qoftë i diellit. Gjatë jetës pejgamberit alayhis salam, këto shumë herë e potencoj, vetëm njerë, si pejgamber, kuptohet, si pejgamber, vetëm njerë ka ndodhur eklipsi i diellit. Për këtë ngjarje që ka ndodhur një herë, ka 36 transmetime. Dhe to e matë im të transmetohet se çka me vepru, si me vepru. Edhe ndërsa gjenazet
me qindra, me 1000 herë. Dhe të e matë im të dihet që ka me bo pak pare se me vdek, kur të vdes, pas që të vdes, pas që të varosët. Këtu kanë qitë matë shumë të bidate. Shumë interesant. Një ngjarje ka ndodhur vetëm një herë, 36 transmetime. Po ngjarja thuja se gati e përditshme, dikur gjithmonë vdes. Dhe pse s'ka marrë pjesë pejgamberi sa në varrim. A dhe është prej sunetit. Derisa ka qenë gjallë, se ka qenë shpalla në zbritje sipër. Allah intervenon me shpallje dhe përmirëson. Në filon vendin, nëse pejgamberi sa ka qenë në Medinë, ka ndodhur diçka në Mekë ose në vende tjera të muslimanët. Nëse ka ndodhur diçka gabim, Resuli a.s. s'ka mujtë me pasi, largë. Allah është edhe e intervenon me përmirësu ato. Nëse s'ka shpallje, konfirmim në heshtje, edhe ajo pranohet si sunet. Edhe pse nuk e ka bërë Resuli sallallahu alaihi wasallam, por në sahabe, edhe pranohet sunet. Por edhe me qindra, me 1000 herë ka ndodhur raste vdekjes. Pra dihet dhe të e matë imta. Por çaq e kanë deformu, çaq kanë shti bidate që me ende së merë. Me orë dikush thot, a jonë këta muslimana çka jonë? Buhariu në 13 kapituj e ka regjistru këtë hadith, këtë ngjarje të eklipsit. Një prej tyre thot se atë ditë ka vdek Ibrahimi a.s. djali pejgamberit a.s. Shumica dërmu sahabeve qëre dhe qielli po qarë. Eklipsi, u bo tërë për vdekje të djalit pejgamberit a.s. Edhe pastaj thot i ka tubu pejgamberi s.a.s. në xhami, kuptohet me shpejtësi ka shku, me frikë ka shku. Ma shpejt në xhami se ka pa. Ka qenë i shqetësum. Edhe kur e kam pyet pse, është frika se po vjen dënimi i Allahut. Edhe me ngoti me shku në xhami, edhe kanë shku në xhami, është obligim me fal namazin 2 rekat të eklipsit, qoftë dielli, qoftë hanës. Edhe hanës natën ke muqu me shku në xhami. Nuk thirret e zonë, vetëm thot namazi me xhamat thret. Me izine. Edhe pastaj ka fal pejgamberi sallallahu është namaz më specifik, e ka lexu Fatihan, ka lexu sure të gjatë, edhe pastaj ka shku në ruku, ka nejt gjatë në ruku, so ka qenë në kom, pastaj u drejtu prej rukus, prap po e lexon Fatihan, prap po lexon Kur'an, për herë dytë po shkon tash në ruku, po drejtohet prej rukus, gjatë po qëndron drejtim të rukus, pastaj po shkon në sejdë. Kështu edhe rekatin e dytë, pra pedim namazi 2 rekatësh i ka 2 rukuja dhe 4 sejdë, apo 2 rukuja, çdo rekat ose 1 rekat i ka 1 ruku dhe 2 sejdë. Por eklipsit i ka 2 rukuja 2 sejdë. Mes 2 rukuve lexohet Fatiha prap, pra 2 herë lexohet Fatiha. Edhe pastaj ka marrë hutbe, edhe ka thonë inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah. Me vërtet dielli dhe hana janë shane argumente të Allah subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin. Nuk ndodhe eklipsi në atë rast i diellit. Po vlen edhe për hanën. Nuk ka ndodhur ky eklipsi i diellit, e nuk ndodh përgjithësi as i hanës, për të vdekje ose për lindje do kujt. Këto janë shënët e Allahut. Walakin Allah Ta'ala yukhawwifu biha ibade. Por Allah subhanahu wa taala i frikson robët e tij me këtë. Qëra, çka bën Allahu. Pra në ato moment jo me marrin ato syzat speciale ose përpara moti ka ndodhur një herë, nuk kam pas, po mendoj 60 sa të kreti vogël ku. Kanë marrë një xham edhe në zjarr bot e me ato me këshyr.
Kur kush me kallzu, e të smorën xhami mos fshore të xhami. Po të bjen dielli mi kry. Duhet më shqetësu njeru. Era kur ka fry. Thot Aisha, vend që nëzike pejgamberit alayhis salam. Në dhomë e s'ke, para mrapa. Çka bëra se Allah, çka kështu? S'ka shqetësu? Qysh mos më shqetësu Aisha? Kush më garanton se nuk është era e Hudit alayhis salam, që ka shkatruar popullin e Hudit. Çfarë përjetimi ai e çfarë na? Kush më i dashur Allahut, e ka vendin më të mirë në xhenet. Është friksu. Dhe po thotë eklipsin i frikson Allahun, argumente shanë me po fuqinë Allahut. Dhe ato lëvizja ka bo, kështu ka bo, e nxen, hanat, tërt mërtë këto. Këto jonë, pasoja jonë këto. A shkak është, Allah kështu ka urdhënuar dhe ashtu ndodh. Për me u rrit frikën nga dënimi i Allahut. E me këto çka bëhet, shtot imani pa dyshim. Friga nga Allahu është ibadet shumë madhështor. Shumë ibadet i madh është. Mendja s'ta merr. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين.